Në numrin e ri të revistës Newsbomb.al do të lexoni: Betejë për Tiranën, socialistët përballë socialistëve, nga teknokracia dhe politika e zëshme, nga Aranis brenda Semajtës, mes dy profileve të kundërta brenda PS-s, përzgjedhja e kandidatit kthehet në një test politik. Çfarë modeli kërkon kryeqyteti? Moza që nuk njihni, një ikon që sfidon kohën, perceptimin dhe vetë harresën, nga poetja që tronditi një brez te fenomeni i sotëm mediatik, Mimoza Ahmeti rikthehet si një figurë që nuk pranon të përkufizohet. Kush është në të vërtetë Moza? 3 vite në opozit, PD-ja dhe frika nga ndryshimi, me përjashtime dhe radhë të mbyllura, partia duket larg rinovimit, apo forcohet apo po izolohet? I vetëm trim në luftë, 108 ditë qëndres, mes përplasjeve, lodhjes dhe presionit, Adriatik Klapaj rrëfen betejën e tij përballë pushtetit. Mirë nafta apo domatja? Shqipëria një vend plot paradokse, njerëzit ikin, makinat shtojnë dhe çmimet rriten. A është kjo krizë apo zakon? Eni Jani mes artit dhe jetës, nga rolet ikon te përballjet personale, një rrëfim për forcën, familjen dhe besimin tek arti. 41 vitet e ankthit, reportazh nga Blendi Fevziu, nga goli i Bonjek në 1985 te Varshava e sotme, Shqipëria u përball sërish me të njëjtën histori. Dominuam por humbëm, a mbetet botërori ende një ëndër që shtyhet? Këto dhe shumë të tjera do të mund t'i lexoni në numrin e ri të revistës Newsbomb të muajit prill.